الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك. لك الحمد يا إله العالمين على ما جعلتنا من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نسألك أن تحيينا على لا إله إلا الله، وإن أمتنا فأمتنا عليها وبعثنا عليها واحشرنا عليها وأدخلنا جنتك عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك وقلبه سليم يا رب العالمين. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق رسول الله. جماعة ndërshëm, nuk kemi dalë prej temës tonë, ne do të vazhdojmë prap me vlerësimin e Islamit diturin. Le që shkavit këtunit për du të mja bajt havalen, për atit s'kajt dunjohës për du të mja bajt havalen. Dhe gale të për stikfar. Pak. Subhanallah. Me të vërtet, një hoxh prej hoxhallarëve, i cili mirët me shkencën e vet, me landën e vet, kejt jetën, edhe jep Allahu xhalla xhelaluhu imër të gatë, e jeton 90 vjet. Me të vërtet, 90 vjet pak i ka me spjegu sa feja jon, sa Islami e ka vlerësu diturin. Ne po ja kushtojmë Ramazan një 4-5 natë. Do të thotë se na shumë pak do të mësojmë prej kësaj. Pse shumë pak do të folim. Shumë pak ne do të folim. Shumë pak do të mahet men. Edhe ma pak do të mahet men. Pak do të mahet men. Edhe ma pak do të hijen praktik. E kur ta shifsh se shumë pak. Një njeri prej qytetit Basra. Qyteti Basra është në Irak. Ka pas emrin Hasan. Xhamati i hershëm në xhami, edhe të rit do ta mësojnë këto njerëz, do t'u nguajë emrat e këtive. Hasanul Basri, ashtu e ka mbi emrin. Hasanul Basri e mban mbi emrin e vendit. Ka qenë prej evlijave të mëdhaj. Ka qenë prej njerëzve të dashur te Allahu xhalla xhelaluhu. Ka qenë dietar shumë i madh, i rangit e Abu Hanifës, i rangit Shafiut, i rangit Ahmed ibn Hanbelit, i rangit Sufjanit, i Malikit, i Bukharijës, i Muslimit e tjerë, Ghazaliut. Hasanul Basri ishte ki njeri shumë njeri dashur të Allahu xhalla xhelaluhu. Kur s'janë xhamati hala këtu për më njoftu edhe më mirë me këtë, pe ja spjegoj një ngjarje të vogël të cilën mdokët se në këtë xhami e kam spjeguar një herë, në Gjermani e kam spjeguar s'me di, po mdokët se edhe këtu. Këto dietarë të mëdhej ka një herë janë nga flet. Ka një herë janë nga flet. Mirë po, ato pse janë të mëdhej? Pse kur ti trazojsh pi gafletit ta din faleminer. Për çat? Zbon të vogli, bon halama të mëdhej se shka janë. Shnis një herë me shku me një vend të do shok mi bozi arat, ju ka thonë shokve hesni pak ju të para, ju zonë. Kanë hes shokët edhe kja nalë për një punën të vetë që burrin ka një herë nalë në rrugë. A nisë me në vazhdim shokët me i zonë, ka ardhë me një vend ku darë në rrugët. Këta a thu, në gjathë kanë shku, a në shmajt kanë shku, ku e di?
do fëmijë të vogli si që do që po falën nga të neve, po luishin ati me ato ferrakët e veta. Tha, o quna, selamu alaikum. Aleikum selam, efendi. Tha, a i pat do burra ka shkull? Tha, njoni, tha, jo, si kimi pa. Po që shbohat mos mi pa, ato ishin të lujt null kryq, si kimi pa. Tha, po të kalzojmë, tha, si të na kalzojsh diçka. Me hoxhe ka pa me shall, me gjibe, si qera erë, me mekër. Po të kalzojmë ka ka shku dhe ti si të na kalzojsh diçka. Tha, shka që kalzojnë i juve? Tha, kalzojnë a shka hatë e shpia jote. Tha, ha buk. Hasan ul Basri, ka thonë, ha buk. Tha, mirë, pa ishe buk, tha. Tha, ku fleti? Tha, unë tha, kam shtrojt e shpia, tha, pak, po së të qikë së shtroj, një astik e kam edhe mlona pak fle. Tha, me shka veshësh? Tha, po, qështë të qishë po më shifni? A i gjali vogël janë, nënë vetë qështë të tha, qëre? Hoqë, tha, shka të dush vesh? Shka të dush ha? Ku të dush fli? Tha, ashtë me rëndësi me qenë muslimani mirë. Me qenë njeri. Tha, e diun e këta vetë. Tha, dhe shok të tu pra gjoj vetë. Masi tipe e dishe vetë. Gjoj e ullën, pra, ka kanë shku shok të tu vetë. Ka thonë Hasan ul Basri, mas kësa i njarje që i ka ndonë në rrugë shtu, e ka shkrujt vetë a i ketë edhe ka thonë se unë shumë ulema kam pas sham kanë mësu. Shumë djetarë më kanë mësu muë, edhe njatë në rrugë e kam pas hoqë. Dhe thëtë edhe ajmë kam mësu dishka. Edhe atë cullin e ka shti në rongin e hoxallarëve vetë të shka ka morë mësim prej ative. Rasulullah a.s. ka thonë, el hikmetu dalletu l'mu'min, e i nëma wajadaha akhabaha. Hikmeti, dituria, urtësit, janë rruga e muslimonit. Ndërët kuj ta gjojsh mere. Mëse zgedh. Ndërët kuj ta gjojsh, kush ta kalzoj rrugën e drejt, mere, mëse këshirë njeri. Ki Hasan ul Basri, e ka folë një fjalimit të cilën në asante po fillojmë dërsin tonë, e thonë, juzen u midadu l'ulema i bidima i shuhada, fa ju rëgjih midadu l'ulema ala dima i shuhada, jau me l'kijame, është fjala për ditën e kijametit. Një natë e cekam hadisin, këtë hadis e cekam, mirë po për shkak të kohës në ngusht, ka një natë do punësën për i plotësojmë, po ju lom natën qëtër mu plotësu mu bota man. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, i matë ditën e kijametit, në gjirën e shkrimtarve, edhe gjakin e shuhedave. I matë në peshë. Kush ven maran? A në gjira shka kanë shkrujt djetarët, a gjaki i shuhedave, kush ven maran? Njoni a kanë djetarë, ka shkrujt libra, njoni ka vdek shehit, ka derë gjak, a boja e këti, në gjira e këti ven maran, a gjaki i shehidit. Ka thonë Hasan ul Basri, në gjira e ulemave nesër, ven maran se gjaki i shuhedave. Në Terezi, në peshen, beshojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu. Qka në të dash me në thonë? Se në gjira paguot nesër ma shtrejnë se gjaki shahidit. Nderot për jonës Allahu Gjelle Gjelaluhu ma shumë se gjaku i shahidit. Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu, sahabi i ngusht i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai fa njeri vogël, ai fa njeri rëndëm me shëndet i hupt, të cilin Umar ibn Khattabi radiallahu anhu në kohën e khilafetit atij e ka qenë në Irak, me ia mësu njerëzve mësimin, me ia mësu njerëzve islamin, e ka qenë në Bagdad, në Kufe, në Basra. Dhe ja ka dhonë një letër të vogël me veti. Ibn Mesudi ka qenë shumë i dobët me shëndet, edhe me trup i vogël. Mirë po, që kish me veti, që bante diturin me veti, Hazreti Umar radiallahu anhu ja shkrujti me një letër ative njerëzve që po e pritin ati valijes a gjejt, tha ba'athtu lakum bi ummetin, ta kam dërgu një ummet, një popull, do të thotë se ki djetar i cili po ven një Irak me javë spjegu islamin njerëzve vlenë sa një popull. Shka ka thonë? Aleikum bil ilmi qabla an yurfa, ngani rini, nëzonsa, studentat fakultetit, nëzonsa shkollave të mesme,
ngani mas shkencës, sa si janë ngrejt shkencëtarët. Kështu ka thonë Ibn Mesudi. 1415 vjet i ka kjo fjalë folur. E thonë, në gjemë, ngani mas diturijës, sa si ka ngrejt Zotit djetarët, se tani mos s'keni ku me morë. Si mos t'ket djetarë, s'keni ku me morë edhe me dashtë. Ka thonë, fa walladhi nafsi biyadihi la yawaddunna rijalun qutilu shuhada an yuhsharu ulama lima yarawna min karamatihim. Po baj be në Zotin që shpirti im është në dorën e ati. Kur dalmi para Allahut nesër, kejt gjemë që ka kanë dhek shahida në për lufta, kanë dëshiren që Zotit i këtë në gjallë prej tokës a dit, jo shuheda, po djetarë të kishë në gjallë. Jo në taborin e shuhedave, po në taborin e ulemave me në gjallë. Po pse kështu? Kur të shofin se Allahu Gjelle Gjelaluhu, shfar respekti edhe shfar nderi ditën e gjikimit ju ka pregadit ulemave. Thojnë, o Zot, na kishen gjallë edhe neve me ato. A na mdokët disa nota, punën e shahidit e kimi cek Beagji gjanë e gjatë kush ashaj. Që thonë të prapë për shahidin një fjalë, po e folim shka se kimi folë të rishti. Ka thonë, ju këferu, li shahidi kullu dhembin adat dhejim. Shahidi moment kur të haje plumin atejnë e shpatës, edhe t'i dale shpirtin luft, në atë moment, Allahu Gjelle Gjelaluhu ja falë qka ka gjuna, veç borgjit, veç atë ja falë. Nuk ja falë borgjit. Këmë pse borgjit se ja falë? Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, unë s'përzinën pun të huja. Kisha ka pas kimi dhonë pare që tërkuj, a i qetri i lip, a i hake atia, unë s'përzina, a i lip, a i punë ati. Me muë shka ka pas, të unë i ka shahidi kejta të faluna. Borgjën se nja fali për shkak se ja lipin qërë. Aja sa për në eme, unë nuk përzina ati. E pas shahidin? Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, ulemat, këtë shohedat, ditën e kiametit kanë qef me unë gjallë ulema, në taborin e ulemave. Për shkak se Zotë Gjelle Gjelalu, djetarët, po i respektoj ka, po i nderoj ka, po i ngrit ka ditën e kiametit ma shumë se shdo kanë. Pra, islami me ketë, qka ashtu dasht me na thonë, që sa natë që po folim? Ashtu dasht neve me na trezu, prej gjumit që të ngasmi mas shkollimit, të ngasmi mas arsimit me hapat mëlloj, të mësojmë shkencat, të mësojmë të gjitha shkencat, në numrin 1 landën e besimit, edhe varg të poshtë shkencat me të cilën ndërtohet kjo botë, edhe fitohet tjerat, që të shkojmë popuj tjerë, na kemi shumë dert, na kemi shumë halë, na duhet me i zonë një arë popuj tjerë, a një ashtë mërzi, e mo me i kalu mo, Beagji mërzi e madhe, po prapë si ta vazhdojmë qështu që jemi, do të jemi matë këshi. Hala matë këshi se sa jemi. Si ta vazhdojmë qështu që jemi, do të jemi hala matë këshi, edhe ma mas prej qerve se sa jemi. Fa inna ahadukum lam yulad alima. Ka thonë Ibn Mesudi, kur kush pi juve o burra nuk lind dietar. Kështu ka thonë. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Dituria mirët me të mësume. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Çka ne ka spjegu me këtë kinjeri ndershëm radiallahu anhu? Ka thonë mos kur të hini në mezhlis, kur të hini në burra, kur gjo mos bani qëtër sen. Qire, a ke mësu diçka? Jo, shuj. Innama al-ilmu laysa ahadun yuladu alima. Kur kush nuk lindi ditur, pra si mos t'ishe shkollu, ke metë së kur ki lind. Qashtu i e? Veç me një dalim, i e ma i madhë kështu. Me një dalim, i e ma shumë ki e kile, ma shumë ki e boj. Ama, s'ka dituri, pa mësim, se këta e transmiton Ebu Hurajra, prej Rasulullah a.s. ka thonë, innama l'ilmu bit ta'allum, dituria bat me mësim, u al-hilmu bit tahallum. Ka thonë, a butësit edhe urtësit e njerit arrihen duke kontribu me u boj but. Wa innama sabru bit tasabbur. Sabri është duke e qu vetën me bo sabër. Wa innama shajaatu bit tashajju. Trimnia është duke punu pun trimash.
Njoni atot mundët me u bë trim. Mundët me u bë trim. Njoni atrim mundët me u shëndru në tuc. Qish bëhat kjo punë kështu? Ne kemi ditë që trimat lindin trima, sa është e vërtet? Edhe tuci mundët me u shëndru në trim. Qish mundët tuci me u shëndru në trim? Një gjale kje i ka 70 kg, trupin e malë, 70 kg, zaif, edhe ushimin e dobet e kemi thirhat ka me neve. Pse je kështu ti? Jam zaif që qështu valla. Shka hatë e shpia? Po valla di e me kënë dite i ha. Qatë je me këshka ta ha në sil ma ndrojnë dark. Po shka hati? Në sil ha speqa me gjizë. Për dark gjizë me speca. A, mirë. Hajde pra na ta ndrojmë edhe pak qështi. E ja grahim na mish me ara me mjoll të ne japmi me hongër, edhe qasi pula taz dhe qokza, ama edhe një pun qëtër ja bojmë ti. Cëllën pun ja bojmë? I japmi edhe disa hekra me ingrejt për pet, e me lujt me ta edhe disa hekra një dit e matron, kur ta shohë me një të izajfti po ingrejn 300 kg. Apo baka ma i fort se shka ke, apo baka? E kjo, pra kjo në fiziki, e në trimni kështu, njoni thot kështu, notën si të rrot o gjefini, runa zot, mës me pas kush me mqit në borë, për muë, e velin kejt e bajnë të shpia. Në ditë që ki njeri, që shka, kejt shpije një velin e dhe zguzon me livrit, nga të shpijes këti e blen njoni një shpi, edhe bat ku i shi. Me qatë shka ka ardha i rivi. A njën shka me kona i qetri. Edhe mizat duhet me viz me hinu bort ati, të lashe e madhe. Edhe bojnë shoqni këto, kadal, për një kohë shkurt, edhe ke rifi në përmet këti shëndrohet në trim. E ka ushtru me bo trim ki qetri. Pra, me ushtrime. Edhe butësia, ushtrov me u bo i but. Dituria, dush me ushtruani me u bo djetar. Trimnia, dush me ushtruani me u bo trim. Që du në gjamia, disa të uca kashti. Rasta. Luna zot, me kriz dhe një telashe e madhe. Që do në gjamin që do të ucat. Halë bojnë luft. Pse kështu? E që shtjaj, s'ka pse me e kalzu trimin konsiderohet për njerëzve shkatutët. S'ka pse me e kalzu trimnin. Kur gjege, kur të krise ka kom, kur të krise ka vesht, kur të mirët nona në përkom, kur të mirët nderi motrën në përkom, kur të mirët nderi rejës në përkom, atëherë ndrojnë raportet kejt. Vetëm këtina në islam i thojmë, ushtrimi general, ushtrimi shumë i shpejt, ushtrimi i me një hershëm, ama edhe kadal, mujtësh mu bo trim si dush. Qem shoqnon mu e pezon, edhe unë e qatë trimnoj që për midis sherit drejk het, edhe ishtë nuk tutësh. Fa innehu la ahadun yuledu alima, o inneme l'ilmu bit ta'allum. Tha dituria është me të mësume. Në kongresin e mbajtur muslimanve, në kohën e Omer ibn Abdulazizit, 3 shekuj mas për nga merit tonë. Që ka majtë këj kongres në Bagdad, kemi kalzu moti, se Bahrejni e ka quni delegat 11 veçar në kongres. Jo mosh rritur, i mitur, fmi i vogël, në kongres delegat 11 veçar. Khalifja, kur e ka pa këtë sarok, ka thënë, ti pikaj insha Allah, në kongres, tu lemove, ti pikaj insha Allah, ka thënë, anë min Bahrej. Ka thënë, mu më kanë qua aj valjeti i Bahrejnit. Ka thënë, irgja fe baas bimen hua asin në mink. Hes shko, e që ta qojnë një matë pjekun se ti, se i e qënë ti, i vogëlli. Anal, ta, ja mirë el mu'minin, o ti që së ndonë një shtet me 20.000 kilometra katror, prej në kin e në brigjet e verit Sponjës, kejt ashtë nër kontrolën tone. Tha, po du me thonë t'i shka po se di sa vlerë, tha urno. Tha, le u kene l'emru bisinni la raejtu fi shari i men hua asinnu mink. Tha, me qenë se kjo pun me vit kana pra, në rrugë pash ma plak se ti, pse s'ullën vend tanë ato? Të alë në rrugë plët kish ma plesh se ti. Pse si ki pru mi ullë në vend tanë këto? Tha, inneme l'mar'u be asgarejhi lej kullu mrin rahnun bima ledej. Tha, njeri ashtë njeri me ditë sopat voglat mishit,
Kush janë ato di copa? Zemra e ti edhe gjuha e ti. Me këto digjona, tha, ka marrë në kongres, nuk ka marrë me vite, tha, ti po më qatë vogël, a? Atëherë ju ka këthi khalifja muslimanve, delegatëve keti ka thonë, një di fjalë shumë me rëndësi historie i ka shënu, ka thonë, të allem ja feta felejse lmar u jule du alima, ka thonë, mësoni o bura, se kur kush nuk lini lindun. Ha? Mësoni o bura, a atë qunin e vogël e ka marrë, e ka ullë në karrikën e vetë. Insaf, e ka marrë, e ka ullë në karrikën e vetë. Kështu pra Islami e konsideron diturien edhe djetarin, sa shmeransi sa ashiri, sa shmeransi sa i vogël, asni ka shor ashmeransi vlera dhe shkenca aftësit shkencore të ati, vetëm këto i shiqone. Ibn Abbasi, radiallahu anhuma, islamologu ma i madh mas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, komentatori ma i fuqishëm i Kurani Kerimit, ka thonë të dhakuru ilmin ba'da lejletin ahabbu i leje min ihyaiha. Ka thonë unë një pjesë prej natës me lexu diçka ma do shpirti ma shumë se cëlla natën mu falë. Me marrë një qitap, një liber, me lexu diçka një pjesë prej natës ma shumë ma kojtët se me u falë cëlla natën. Se me u falë cëlla natën pa dituri nuk kanë regull, po me mësun gjimës natë e mu falë një orë, kanë më mirë pra. Me lexu gjithë natë, gjimës natë e mu falë një orë, kanë më mirë, se mu falë gjithë natën e s'me di qka jetu bo. Prap, një hadis shkurt, Hasanul Basri, rahmetullahi alej, e ka komentu, kanë arë një grup njerëz e kanë vetë, ja Hasan, a më në ispjegon ajetin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, Rabbena atina fit dunja hasanah, wa fil akhirati hasanah. Komentonaj, ka thonë po më njëherë, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ka thonë Gjelle Gjelaluhu, Rabbena atina fit dunja hasanah, e ka kuptimin o Zot, në këtë botë banë nëjtë mundër të dhim, anat mira, pra të mirat e kësaj botë në këtë ajet janë për qëllim, ilmi është për qëllim, dituria. Rabbena atina fit dunja hasana, atina fit dunja ilma, atë kuptime ka. O Zot, anajt mirat e kësaj bote, e cëllët kanë të mirat e kësaj bote, si dimna, si të bomi djetar, si të ngasmi mas diturijës, i pa mi fitut mirat e kësaj dunja. Wa fil akhirati hasana, ka thonë edhe në të mirat e ahiretit, a gjithë dijet, a gjithë s'ka shumë muhabet, s'ka me lodhë kokën. Të mirat e ahiretit Gjelle Gjelalu janë hapi i par i muslimonit kur të kaloje më rena dirve gjennetit. Nisën të mirat që ati asaj bote edhe ma kur nuk sosën. Që ati fillojnë edhe kur nuk sosën. Për qatë një prej këtive ulemave që ka kanë edhe dituri shumë edhe ardë shumë, ka thonë, i jekum që mjerët ju, si ti thoje dikush prej juve vetës këtë dunjo bravo muë. Shtu ka thonë. Mos u mashtroni në këtë dunjo me i thonë vetës bravo muë, kur ta bani dhe një pun të modhe. Ka thonë vesh me njëherë, vesh njëherë. Kur t'hini në gjennet, vesh sa ta qitë një hapin e parë mrena derës, ati thuni bravo muë se ati si avzën kur kush për të modhe, se zatin i me bravo ti. Shtu ka thonë. Zatin i me bravo ti. Si ta bish punën, si ta bish punën në gjennet me hi. Ka thonë, Rabbena, atina fit dunja hasana, o Zot në dunjohën atë mira, bëna e të mundër të dim. O fil akhirati hasana, bëna e neve të mira të dunjohës të ahiretit nasib, do me thonë hirja në gjennet, e mos i tish gjennet të nena vinë qerat kejt, varg, jo bashkejt. Jo bashkejt të mirat e gjennetit. Gjemot, nuk ka mundësi çdo njeri shka të hinë gjennet, kejt mirat e gjennetit mi shfridzu. S'ka mundësi. Pse kështu? Për shkak se edhe atje është me grada. Ala hasabil a'mal, si pas punëve të mira. Si pas ala hasabit darajatit taqwa. Si pas gradave të frigës që ke pas në Allah. Në gjennet po, ama jën gradat më të lartë atë ati. Ka thonë, el gjennetu mjetu daraja. Gjenneti ka 100 grad.
Adnaha, me vogla, me ulta, sa 10 herë bota veç për tije. Po agje manal, tërmagje, ka thonë, një gjenet për gjeneteve, e ka emnin Firdausul A'la, Rasulullah në ka mësu, në ka eduku, ka thonë, kur ti thoni Zotit, o Zot, muë, e familjen, nonën, babën, shok, gjematin tem, musliman, ka janë, kas janë, Gjennetul Firdaus shtinna, ka thonë, cek një me emën, thonë, cek në me emën, thuj, o Zot, në që ke gjennet për du me hi. Mose cekni me emën e pa pun. Cekni me emën edhe veproni. Cekni me emën që ke gjennet për dojmë edhe veproni. Disa njerës për të cilët nuk dim shumë për emnet e ative, ama dim për veprat e ative shumë. Njerës ka kanë pas urtësit veçanta, me një fjalë kanë pas diturit veçant, zgjeruar shumë, i kanë pyet, ka thonë, ejul eshja i të këtëni. Ju që jeni kaq djetarë kështu, në shka jetonin këtë botë, për jetimet e juve më të mdoja, në cëllën gjoj janë? A thonë, kale, al eshja alleti i dha gharajkat i sefinet u se bahat mak. Thot, na jemi të knaqën, na vetën e nim të knaqën, vesh me një gjohë. Në qëto gjona, shka kur të batise ania, notojnë me neve. Ashtë e ju gjemate pa kuptushme, ama na esqerojmë që ti këta më njëherë. Edhe njëherë po e përsërisim, e tone po e bëjmë spjegimin e kësaj gjoja, e cilat e ju ka mete pa kuptushme. Dhe në cëllët gjoja përjetoni, këto shkijet po i thojnë u zhiva me li. Knaqësit e juve i nini. Tha, al eshja alleti i dha gharikat i sefinet u se bahat mak. Tha, na jetojmë edhe i ndim për jetimet e tona më të mdoja, në ato gjona, kur anijat fundosën deti, ato gjonat nuk fundosën, po notojnë me neve. Dalin bregdet me neve, do me thonë. Shka u bo, shka u murvesh. E thonë, anije, i ka thonë ki djetari organizmit njerit, vetë vetës. Kur të batise ki kur batise? Kur ti dale me laqja shpirtave për para, dhe të bolë mo. E jotja u kri. A batisi ania? E ato gjonat shka notojnë me këta kush janë? Do batisin me anien do. Kush batis me anien? Me anien batis arat që i ke pas. Traktori batis me anien, komboj batis me anien, stogat e thonës batisin, tërla, ari, kejt këto batisin. Tha, a janë do, notojnë me mu e anena, ta dalin bregdet. Kush janë këto? Që ato shka ti i merë, e të vinë të ti me vorrin, të vorri jo të hinë me ti e mrena. I dha ma të bënu Adem, in kata amalu, illa min thalath. Puna, muslimoni kur të dhese i mprejnë punë të mo, vetëm 3 punë jesin që shkojnë mas ati. Sadaka gjerije, ka bonit mire cila rjedh mas vdekes ati. Alimun jun tërake valeden alimen jun tëfa u bih. Tërake ilmen jun tëfa u bihi. Kalon dituri mas, dituria ati vazhdon. Në në katonin ton jemi shumë të knoqën tepër, kur pe i pleqve ton, ma sa e sa vetve i nim të thonë, Halitefenia ka thonë, Allah, Allah, mas këti hoxhe, plot hoxalar kanë ka përcin këtë teren. Kja pi hoxalarve për hesapat e tona, shka jemi në gjami, është pi hoxalarve hershëm. Po që e interesant, po thojnë, Halitefenia ka thonë. E pse po thojnë pra Halitefenia ka thonë? Do të thotë se ki njeri ka dhonë, ki njeri ka kontribu, ki ka derë dituri, ki ka derë shkencë në këtë milet këtu, edhe pra, ka derë shkencë me apetite, me vullnet, me iman, me besim, që fjallët ju kanë rujt, e mas plot kanë ka përci. Plot e plot, pak po folet për to. Shumë pak po përmenën interesant. A i maj moqmi po përmenët. Pra ka thonë Rasulullah a.s. kur disësh, shkon ti të vorra 3 pun, jesin mas. Sadak që ke dhonë, ke ndërtu dishka ka met. U a ilmun jën të fa u bih. Edhe kelon dituri qertë ja shofin hajrin, ke derë diturin popull, qertë shifën,
Inshallah, edhe neve, inshallah, po e lusmi Zotin, edhe neve dëni herë mas dëni kohë, inshallah na përmend dikush për të mirë. Inshallah për të keq nuk e bim punën me na përmendin edhe neve, e unë që tash jam gati, më njëherë ati halit e fenijës, mas i po i përmenet e emni me ju thonë, knonja një elham, dëgjoni edhe knonja një elham ka dale, inshallah Allah i të shpirti ati burit marë, e të mirë ja qënë të vorën këtë Ramazan, e ja rritat se vap, e Allah i gjëlle gjëlelu u mas i e ka pru punën, e ka meritu me përmen këtë kursi, për gjithmonë, na pizdek me e dojmë, kush e ka mri mutlak pizgjallë e ka dasht, Allahu gjëlle gjëlelu u vorën ja bov drit, inshallah në këtë Ramazan. Waladun salih yad'u lahu, a thonë edhe kalon masdekës, kalon evlad i cili çka bën? Ti ke vdek, e vladi jot të shtëpia jote akut jet i ngren dur thot Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, mi fal kusuret e mia, falja babës tim në varr, falja nonës time gabimet o Allah, edhe falja muslimanëve pita ademe deri në fund, që kësi gjali kilon mas, ke vdek ti, ama aj gjali jo çka mu ban? Ka hartë e xhamia, edhe e din shumë mirë baba i vetë, ku a fal? Baba jeme ka pas me rak mu fal nga të hitbës. Thot, une nuk do t'ja lënë dhe e në shpras të ati. Hadithi që e spjegova, edhe a spjegu me 100 herë për para, son të shka po du me thonë për këti hadithi. Kja a spjegu, këta e ka një gjemotin imi herë, unë son të shka po du me spjegu për këti. Po du me spjegu se, i mjeri haj, qka ka shku i keq në vorë, e i kalon të kshit mas. Kej qka të bojnë keq, në sahifën e ati. I lumi haj, qka ka shku në vorë, kalon mirë mas. Kej qka të bojnë mirë, në sahifën e ati. Pra, njoni pas ka dek, hala ka në i gjallë. Njoni pas ka dek, hala ka në i gjallë, të mirat për shkojken. Qetri pas ka dek, hala ka në i gjallë, këshijat për shkojken. Në adres, posta as një herë s'punal ka. Kishe kujdes, prodho mirë, eduko mirë, dis mirë, le mirë ma i smrami, ven mirë. Ven mirë të vorat. Kejt zingjiri ashtë shumë mirë i lidhun. Tha ejull e shja i ta këtani, tha me shka u knaqin ju djetarët mas shumëti, tha në mas shumë t'i knaqemi me atë gjo, që ania kur të batise, ato qerat notojnë me neve. Do thot, kur të fundosët, ki trup të more, fund boje e laq, të mirat i mormi në vorë me veti. Në në qito gjona knaqmi. Ja ejuhën nësë, Asdi Umeri radiallahu ta'ala anhu, a thonë, alejkum bil ilm, fa inna lillahi ridaan juhibbuhu. Thot, o njerëz, hujum mas shkencave, hujum mas shkencave të përgjithshme, bani hujum mas ilmit mas diturijës,
mësoni shumë, po ju këshilloj mësoni shumë, se Zoti xhelle xhelaluhu ka shembull xhamat. Mos mendoni se e vërteta është alegori, kush e di alegori çka do të thonë, është fjalë me marrën uha për dorën për diçka tjetër sen. E thon Allahu xhelle xhelaluhu e ka një gjibe. Është ju merish, ne inshallah më kuptoni ju. E ka Zoti një gjibe e ban. Allahu s'ka gjibe se ai sa trup. Po neve ka dash me na afru te menja jon, ma shpejt edhe ma kollaj, ka thon e don shumë gjibën e vet. Ka thon si a vesh kur kuj përveç se ative shka ngasin mas diturijës. Jo, sa fjala për kësi gjibe, po gjibja e diturijës, kjo kur gjansa. Në këtë gjibe shumë e njeri a bon rezil, në këtë gjibe shumë e njeri a kurit, në këtë gjibe shumë e njeri ka kontribu, në këtë gjibe shumë e njeri ka përmirësu pun, s'flitet për këtë, po flitet për një gjon të cilës Allahu xhelle xhelaluhu emrin ja kanë gjitë gjibe, a në realitet e ka emrin ikram, respekt, ngritje, nder, ka thonë nuk ja vesh kur kuj përveç djetarve. A këtë gjibe, këtë vesh Allahu xhelle xhelaluhu thasë të meri e donë shumë. Zubair ibn Abi Bakr radiallahu ta'ala anhuma ka thonë kataba li abi bil Irak. Ki gjali ri ka thonë unë isha në Irak, baba më qoj letër për Medine. Tu qenë në Irak, baba më kishte shkruaj një letër për Medine, çka më kishte shkruaj në ta? Me siguri, jo si letrat e tona. Jo e dini se na kur qojmë letër të shpia. Edhe kur mormi letra për dikuj e dini letrat e tona, çfar karakteri, çfar përmbajtje bajnë. Si janë vici, si janë lopas, Lëpazez, a kapel e bardha, a kapel dhenë si janë, qa kini mel, kalamo që e kini mush, si kini mush. Qita janë letrat e tona këto? Njonit prej gjemve në Irak, baba prej Medine si ka qu letër. A thënë, alejke bil ilmi, fa innaka in iftaqarte kana laka jamala, kana laka mala, wa in istagnejte kana laka jamala, pik. Letra e babës gjallit, që ka shkejtë? E vlad, o biri jam, e thonë, une jam Medinetin Bagdad, alejke bil ilm, nga mas shkencave, shko studiot e ulemat edhe mëso merë dituri, se si djeshe fukara, diturin e ke pasuni. Ka njëherë vlazni, qëto qështi si muhabete, kër bojmë, më thot menja, e di që më thot gabim muë, më thot menja, kejtë që të fjalë shami foli ki gjemati i shkel me kundra kur dale për gjamije. Tu mës me dit me i vlerësu. Mu më thot menja kështu. A e di që më thot gabim. E di që ju këta se bani. O biri e. E thënë shko mësot e djetarët dituri. Po që je i varfur, diturien e ke pasuri. Pra si je i varfur, apo? Do t'ishe zengin. Pse je i ditur. E thonë, o i një stagnejta, kane leke gjemala. E thonë, po që nuk ke nevoj për dishka që të rësen, diturien e ke bukuri. Pra dituria shka paska, sa cilësi shumë të mira i paske me qeni ditur. E thonë, pasuri, edhe drejt për zdrejti, bukuri. Pa djetari ashtë qef o vlavi jem me të bo muhabet gjërsobës, djetari ashtë qef me të hinë klasë, Ato fmit të shkolla, rinë, bojnë putere në klas, hipin bong, përmi bong, shdripin, ngusën me zveti, rrën, me shkelma, me strajca, të rikur kështu. Ato knaqën, edhe kjo a knaqësi, që ashtu ato rritën, kjo a shumë normal, kjo ba shumë normal. Kur të rikur kështu, të erit hi e mësusin klas, kur t'i nin këpuc të mësusit për i koridori, shtrien në bank edhe band qetë. Pse band qetë, a thu? A mos kujton të se bashmo, Allah që ashtu të e modhe. Pregaditja se po hin aj i cili neve do të në mësën. Ato se din kështu me vlerësu që ka që mirë, pikur janë që ashtë vogli, po dit mas dite nisin me vlerësu mirë, se ven mësusi. Fjala mësus shka? Fjala mësus është ajo fjal e cilën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur e ka spjegu vetën për shka e ka qu zotin këtë dunjo, ka thonë s'kam gjetë fjallë matë madhe, se mësus ka thonë nëma buistu, muallima jam i qumë mësus. Pra, qka është fjalla? Qko mësa,
se si tishe fukara e ki diturin pasuri. Si mos tishe në zorë për ta, është bukuri. Lukman el Hakim, një prej njerëzve të hershëm para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e ka këshillu djalin e vet. E kam pru për shembull sonte këtë njeri, këtë person a shumë i hershëm para pejgamberit ton me 1000 vjet. Me abo xhamatit me dije se Islami pita Adem alayhis salami kur gjos ka pas për qëllim që tërzen përveç se dituri. Qëllimin final e ka pas diturir. E një shembull të vogël shumë kur jam këtu, sonte muni me qindru edhe ma sezonit pak për shkak se koha a përmirësu shumë. Në Kurani Kerim suratul Baqara, Allahu Jalla Jalalu ka thonë wa allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum ta'lamun in kuntum sadiqin. Sprish punë. Zoti Jalla Jalalu Ademit më së pari ja ka mësu emra. Do thot, e ka kriju, e ka bo të gjallë, e ka bo me hetë dhe me qarkullu, edhe më së pari, qka i ka bo, me qka e ka nderu, me qka i ka bo i kram më së pari, ka thonë, wa allama Adama, e ka mësu Ademi. Prape dhe njëherë, po thëmë, shkencat egzakte, shkencat bashkohore, ja kanë bërgjë Kurani Kerimit, si cilin hapa, pepe për sëris, pse kështu a thu? Te shkolla klasa parë, kur qkojnë cult, fmite tonë, mësusi në klasë parë, qka ju jep mësim, kur t'ja nise mi mësu se efte, qka i mëson? Qka ju thot parën ditën e tretën në klasën e parë? Më një herë, kur t'hije fmija klasa parë në shkollë, mësusi thot, sa bojnë 1353 herë, 471. Qunë kom, kalzo. Kjo a ndodhë në shkollë, kështu në klasë parë, a ka kësi muhabete? Jo, s'ka. E qka mësojnë a gje pra? Mësojnë shkronjat, edhe më i spari prej këtë gjonave, emnat i mësojnë. Nona, baba, kali, ujku, ariu, shka e në këto? Këto e në emna, këto e në këtë nabetare. A me do se rastisht janë? Jo, kështu ato që e kanë shkrujt abetaren me këtë metodik, kanë qenë kokmëdhaj, ato kanë qenë djetar, as një sa shihup prej ative. E pra mirë, fmija në klasë parë, apo da shka ma i spari mi mësoj emnat para këtë gjonave? Po. Allah në Kurani Kerim, që 1400 vetë ka thonë, wa allama Adama al-asma'a kullaha. Ademi, a ka qenë klasa parë? Ademi ka qenë klasa parë, i pari njeri. Zoti ka thonë, emnat që ka mësu ma i spari. Pra, që po thojnë feja edhe shkenca, a pas ka feja edhe shkenca, a pas ka veç shkenca, a ka na kejt dituri. Ska feja edhe shkenca, anë miqna i kanë da këto punë kështu. Se me thonë feja edhe shkenca, drejt për zdrejti, në shka kimi bo, drejt për zdrejti me budallëkin toni, kimi drejt di grupa njerës, pa hiq zor. Me thonë darka dhe iftari, a ka dalim diçka? Darka dhe iftar. Ska kur një dalim hiq, darka edhe iftari janë teshat në ume në sofër mi hangër. Pra, shkenca dhe feja shka janë. Në Kuran po thoi, ke ja ka mësu Ademit emnat ma i spari, të shkolla, ka qenë klasa pari, pari njeri. Të shkolla fmive klasa pari emë në pja pësëshin, a pas ka rëdeni dalim drisera jo? Ska kur nisen dalim hiq. Ama laikët, ato shka ne e formu shtetin laik, pi 100 vetës e sa, ato ne i banën këto punët. Që kjo është e fejës, që kjo lënda e shkencës, kjo s'katë për bashkët, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i ka da këtë gjona. Kejt këtive gjonave ju ka thonë me një fjallë, dituri. Ka thonë, o Lokmani, ka thonë, gjallit vetë, o e vlad, o biri jem. Ka thonë, gjelisil ulema, shkon me zhlisin e djetarve. Wa zahimhum fi rukbatejhim. Insha Allah, unë do të mundohem se kam pak problem me përkthimin e qisaj pjese, në gjuhën shqipe, do të mundohem me ja përkthi juve bashkë që duhet, ama edhe ju me mnimu me kuptu pak. Tha, shko në mezhlisin e djetarve, edhe jep ju zahmet me gujt e tu. Shko në mezhlisin, gjallit, për e kshilon Lukman e Hakimi, gjallin e vetë, që 5.000 vetë. Shko në mezhlisin e ulemave, në mezhlisin e djetarve, edhe jep ju zahmet me gujt e tu. Shka kjo jep ju zahmet me gujt e tu, a thu? Do të thot,
Kjo e ka kuptimin kështu. Jo me shku te hoxha, te mësusi, më unë qaq nga mës me elon e rifin me morë frim, se ka pas këtë qëllim, po e ka pas për qëllim që ti mangat se kejt qërë tjeshe për djetarve, e thënë zahimuhum bi rukbatejk, afrov nga të gujve ative, me një fjalë ka dash të vullnetarizoje, t'ja grite shumë vullnetin që ki njeri prej djetarve mos shkoqet e të marrë dituri. Do të thot, çka do të thot? Në fakultet kur të shkojsh, ta dashurojsh atë çka të mëson. Medrese kur të shkojsh, ta dashurojsh atë njeri çka të mëson. Në shkollë kur të shkojsh, mësuesin tan ta dush, o nxans që ke ardhur në xhami me i fal taravijat. Kur dalem, kur të rre zilja me ulishu të shtëpia, mësuesi me sigurinë klasën tonë të ka dhënë detyr shtëpie. Ti kur të vish pe atje me dëshirë, me qef, me çantë në dorë, me dëshirë kur të vish të shtëpia, me vullnet para gjitha punëve, masi të hajsh buk për shembull, të bish mbi fletorën tonë, me vullnet ti bajsh detyrat, jo me zor, se ndoshta mësuesi nesër e ban ket, po me vullnet ti bajshim nëpërmjet detyrave tua, për ditë ngritësh, për ditë të rritësh, edhe mësuesin tan ta dojsh. Jo veç mësojsh për ati mësim, po edhe mësuesin ta simpatizojsh, ta dojsh tepër, ta respektojsh tepër. Mësuesi jot meriton ti këpucët me afshin ati. Mësuesi jot meriton ti dorën me aputh ati. Mësuesi jot meriton ti me një kam për respekt me nejt. Mësuesi jot meriton ti kamën me e mor, e me angjit, me enun zengije, me enun ker me hip. Kejt këto mësuesi jot i meriton. Kush ka thonë kështu? Kush na ka mësu kështu? Ibn Abbasi ka shku Zeid ibn Thabitit, ja ka morë kamën të hip në kali, e ja ka nunë dhe ngijin e kalit, të një ja ka në gjitë për trupi minimu me hip. Tha, pse kështu? Pse të ri këtu? Tha, haka dha umirna në nefale bil ulema. Tha, të mfalësh. Kështu na ka edukuës islami, djetarët me i respektu. Kështu na ka eduku për nga merion, me respektu atë shka në mëson. Lukmani ka thonë gjallit vetë, zahim il ulema bi rukbatejk, gunin të guni djetarve. Ka do ashtë me thonë, mos u largo, ati ti ishe dajma prezent. Fa inna Allah ta'ala juhji l'kulube bi nur il hikma, kama juhji l'ardha bi wabil i sema. Për shkak se Allahu Gjelle Gjelaluhu tha o biri jem, me dituri i njallë zemrat, së kur shka njallë tokën me shi. Idha mat l'alemu, bakkahu l'hutu fil bahar, djetarët shkenstartë mëdhej kur vdesin, edhe peshkit ndeti kajnë, edhe kafshët kajnë, ka dek një djetarë me një rreth, edhe kafshët kajnë. Njerëzve shka s'kan imon mi prun gjami, këtu shka s'kan besim islam, thënë abe, oj, hoxha s'lupçal, a ishte i korrëm kejt, a ishte i fshim kejt. A i po thëj ke kajnë hajvan, që hajvani po kajnë. Apo do me të kalzu shkenstarisht se një me kajnë? Kajnë hajvan, janë pa edhe tu kajt për një me lot, edhe janë pa tu kajt me lot, pa unë po e spjegoj ndrishe, po e spjegoj halama thjeshtë, se me pa tu kajt me lot për zotnien. Kajnë me lot o burra se si desin djetarët, ato qertë të ne i presin lot me sakic. Kajnë, i presin lot me sakic, s'ka djetarë, i presin lot, i repin lot pisgjalli, a gje ku s'ka djetarë, në kasaphane e shtin kavin gjall, ja hekin likurën del matoni gjall. Kjo pun nuk bëhet për që tërsen, kjo veç bëhet se ati nuk ka djetar, për që ata bëhet se, o vlavja, nuk pret hajvani me shtinti gjall keton, me ja hek likurën, hala pa i dal shpirti maton. Kështu s'kan këtë dunjok si azabi. Këta e bojnë kush? Këta hepten shka vitrash duhet me kona në me vepru kështu. Ama mirë, apo ndodh? A ka qështu ajo? Qëshma s'ka, po... A i qetri e ka gjithë një metodë që ta shpak manam se kjo. Shka mu banë, thot, ne e gjujmë, lullet balin. E vrasim. Ama metodë pa e gjithë, me e vra, po ajo anë letë. Ajo anë letë. Njoni hala ma modern me qikiq. Ju të rritë, a dini se me qikiq? Me qikiq të gorve, muzatit, 1.000 kile, mu këto, donë. Metodë. Pse këtu s'ka djetar? As i thojnë qisaj, atu kaj qaj hajvane, qisaj. Asan me ven qisaj mi thojnë se hajvan të kajna. E të na, ku ka djetar, ku mirëmi me islam, që shkon regulli? Ka dalë,
ati fabiki me kom... Një tërkuz të komët, urdhone pak. Bismillahirrahmanirrahim. Para se ta qesin pjarit, mere bre qatë kosë, se islami ka porosit me cukat mirë, njëherë me cukat mirë. Tone kush di me spre, mirë me spre. E me urdhzu ka dale. E me njëherë, hu njëherë. Një gjalli fort, një gjalli mirë, një gjalli musliman. Bismillahi, Allahu akbar, me emnin ati Allahu, i cili e ka kriju këta për mu. E ka kriju kajs, unë me hongër. Unë me hongër mu forcu, Allah i të këti edhe Allah i tem me i bo adhurim. Me faliminderu. Njëherë. Da mori ujit, edhe i ushqimit, edhe i gjakut, a u prenë këto? Me të parën herë. Ik. Le. Po, ka dhe majstorë dhe për miletit tonë. Edhe pak me mojë një ka shura të pak. E këni parë? Si zinët pa prek ati pak një ka qore. E s'ka ma gabim trash mo. S'ka mo ma gabim trash. Njonit po i del shpirti, tu i dal, njoni pa e prek me ma e kose. E ku me prek? Në palës dhe pe prek. Runa zot, pi gjahiljetit, runa zot pi batiturijës. O Allah, gjamatin ton kejt bane ma ditur se na. O zotë jonë, qka ka gjallë tri banjat mundën, që ai në përmet librit edhe literaturës, dë bëhat shumë i ditun. O Allah jonë, mos në alen gjahiljet, mos në alen terë. Ditën Ramazanit bana i Kabul. Atë qka ka med pa një nu bana i let edhe bana i Kabul. Qka ka të smut shëroje, o zotë për hirë të mujtë madhë, edhe për respekt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qka ka musliman që ja i mbyllën në burg, o Allah për hirë këti mujtë madhë, son të para nesri lishoje nga burgu, o zotë. O Allah i jonë, ato gjona shka do t'i mele ki popull si vetë më bereqet, pitash për të lutë me arat e këti populli mu hafaza me i bon. O Allah për të lutë me që kokrat, të cilët këtë pranver masi që sot pa më të melë, kep njoni për melë këtë që posht, e pit parën dit pra pit e kep për të lutë me o zot, e tërë të a imrami bereqet, me ne i bo fushën ma hafaza, që ne të kemi kokrat e tona, e në përmet ative të këthemi të faleminderimi jot, e të njofim si zot ti që shki i qef me të njoft, Allah i gjelle gjelaluhu let në i bof lillahi l-Fatiha.